Bashkimi Demokratik për Integrim sot përmes një preskonference ka akuzuar koalicionin Vlen se po qëndrojnë spektator në sakatimin e kulturës shqiptare që po i bëhet nga ana e qeverisë pa legjitimitet. Sot po flasim për një tjetër skandal të rënd dhe një padrejtësi të thellë që i bëhet kulturës shqiptare në Tetov dhe në të gjithë vendin. Me rebalancin e fundit të buxhetit, qeveria pa legjitimitet etnik jo vetëm që nuk e rriti buxhetin për teatrin e Tetovës, por e uli atë edhe më shumë, nga 15 milion denar në vetëm 12 milion denar për vitin 2025. Kjo është goditja përfundimtare ndaj një institucioni që edhe ashtu mezi po funksiononte. Tetova sot është pa teatr të mirëfill dhe aktiv, pa bibliotek funksionale dhe pa asnjë projekt kulturor serios për shqiptarët. Ndërkohë që fondet për kulturën maqedonase rriten ndjeshëm për Kalan e Shkupit apo për Universitetin në Pllaushnik, kultura shqiptare vazhdon të shkurtohet, vazhdon të shkatërrohet dhe vazhdon të përjashtohet. Vetëm me këtë rebalans, buxheti i Ministrisë së Kulturës është dyfishuar nga 246 milion në 464 milion denar. Nga kjo rritje kanë përfituar gjerësisht institucionet maqedonase, Kalaja i Shkupit nga 2 milion në 10 milion denar, Universiteti Shën Klimenti në Pllaushnik nga 10 milion në 46 milion denar, ndërsa edhe pse zëri buxhetor shpenzime kapitale për ndërtim të objekteve është rritur për mbi 41 milion denar, mjetet për ndërtimin e teatrit dhe bibliotekës janë reduktuar për 3 milion denar. Edhe kategoria financimi i aktiviteteve që në kulturë është rritur dukshëm për film, muze dhe manifestime, por jo për kulturën shqiptare. Në vend të vizionit për krahjes për artistët dhe projekteve për rinin, sot kemi zëvendës ministra që nuk shkojnë në punë, drejtorë që tregojnë barsoleta dhe fonde që shpërndahen mes miqve dhe parefisit. Koalicioni vredi nuk po qeveris me shqiptarët, por po varros kulturën shqiptare dhe varmirësit kanë emër. Kjo është jo vetëm papërgjegjësi, por një turp i institucionalizuar, të cilin Vlen po e gëlltit për çdo ditë në dëm të shqiptarëve. Bashkimi Demokratik për Integrim do ta ngrejë zërin fuqishëm në çdo instancë për të kërkuar barazi kulturore dhe për të rikthyer dinjitetin kulturor që shqiptarët e meritojnë.